Shiko, shkolla e Edi Ramës është shkolla, pra është një miksim midis shkollës enveriste, berishiste dhe ku diun në shkollës së Tom Doshit ndoshta apo ku diun apo dhe të Ilir Metës. Pra Rama ka miksuar gjitha këto shkollat dhe i ka shtuar kësaj edhe ku diun penelatat vetë artistike për një snobi themi për një lloj artisti I cili nuk bën budallëqe vetëm që dali dhe të bjerë në sy, pra një person I cili ka një lloj vetkënaqësie dhe gjithë qëllimin e vet ka që të bjerë në sy të publikut dhe të bëjë gjëra të bërë për lloj skupe publike. Unë nuk besoj që Rama është një shkollë e mirë për të rinjt pra për politikën e së ardhmes. Sigurisht Rama ka talent në politikë, nuk e vë ndyshim. Por talenti I Ramës nuk do të ishte asgjë hiç përballë mekanizmave korruptiv, mekanizmave kriminal të cilët ai vendos qoftë për blerje votësh, qoftë për shantazhim, qoftë për blerje dhe kompromitim të aktorëve politik dhe për një mijë gjë, qoftë për kapje të pushteteve që nuk I takojnë, qoftë për stilin e tij autoritarist dhe autokratik të qeverisurit. Është një shkollë e keqe, e dëmshme, një shkollë e cila duhet lënë brapa dhe është një shkollë e cila e mban peng të vend ku është. Politikan si Rama, si Berisha, si Nano, do të thënë, po kryesisht këta dy tjerës, Nano ka qenë më liberal, pavarësisht se ndoshta edhe më I korruptuar se këta, janë shkollë e cila është fatkeqësia e këtij vendi. Dhe nëse ka një shkollë që duhet të hapur për politikë, duhet një shkollë që t'i tregojë të rinjve se si nuk duhet të jenë politikan në të mirën e shërbimit të këtij vendi. Pra ti ket këta si modele të keqes, e cila nuk duhet ndjekur, por duhet luftuar. Çfarë pret nga ky parlament I ri? Ky parlament I ri thjesht është një parlament ku për të parë rikthehemi në nivelet e 92-shit, ku pushteti kishte shumicë dërmuese pra kishte shumicë të cilësuar në parlament. Do të jetë një parlament ku por një mandat e ka edhe Partia Socialiste. Pikërisht pra. Një I mungon. Pikërisht pra dhe në këto kushte unë besoj që ky do jetë një parlament qesharak, do vazhdojnë bilbilat, do vazhdojnë konfliktualiteti I shtirur, konfliktualiteti fals, fasad që Berisha do të prodhojë në parlament duke bërë sikur ai po lufton egërsisht si gladiator, po ndeshet me një qeveri kriminale, me diktaturën dhe po përpiqet të çlirojë shqiptarët nga diktatori Rama, duke marrë për Ramës pas perdes koncesionet e veta, duke vazhduar këtë mirëkuptimin e heshtur midis palëve, ndërkohë që Rama do të vazhdojë tallet me opozitën, do vazhdojë të mungojë në parlament, do vazhdojë ta karikaturojë opozitën si diçka që ka humbur busullën, që si një kënet që gugasin bretkotsa shapinje, ku diun në gjithë retorikën e vet. Dhe shqiptarët do ngelin peng I kësaj lloj I kësaj lloj orkestre të çintonuar, kësaj lloj kakofonie pas një lloj bereqeti, pas një lloj përmirësimi. Vetmja gjë që mendoj që mund të sjell diçka në të ardhmen është fakti që BE-ja ka paktën një plan për integrimin dhe ajo ndoshta do të bëjë rolin e opozitës duke kushtzuar qeverinë të bëjë reformat që ajo dëshiron si kusht për procesin e integrimit. Një kjo dhe dyta, Spaku, nëse ai do të ketë vimësi dhe nëse nuk do të shkatërrohet nga Rama dhe Berisha, por unë besoj që do të mbrohen nga ndërkombëtarët, dhe nëse ai do të vazhdojë në këtë rrugë duke vazhduar të sjell alarm dhe frikë në kampin qeverisës, to do jenë dy të mirat e vetme të cilat mund ngjallin dhe shpresë se diçka e re mund të lindë në të ardhmen. Ndryshe nga partnerët në Bruksel, shumë të dhëna flasin që kryeministri Edi Rama dhe administrata Trump nuk janë në ditët e tyre më të mira të marrëdhënies së tyre. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë mund të prodhoj? Mendoj që Trump dhe Rama janë të dy oportunistë dhe nëse Trumpi do ketë interesa X apo Y në rajon apo këtu dhe do duhet Rama për të mbyllur në një vrim, sigurisht që nuk do të hezitojë ta ketë rreth vetes. Përndryshe pastaj besoj që Trump është aq I interesuar për politikën ndërkombëtare kur flitet ka një interes të tmerrshëm dhe të pa kuptueshëm ndaj Rusisë, lërëm më pastaj ndaj Shqipërisë. Kështu që në këtë kuptim mendoj që Trump do jetë shumë indiferent ndaj çfarë bën Rama këtu dhe deri tani më po e shfaq këtë indiferencë
Kështu që në këto kushte mendoj që nuk do të sjell asnjë lloj drite jeshile për opozitën marrëdhënia midis Trumpit dhe Ramës. Shpresojmë të paktën që Trump të vjojë këtë indiferencën dhe të mos e përdor Ramën për ndonjë oportunizëm të radhës. Por indiferenca e Trumpit do të sjell nga ana tjetër rritje të impaktit dhe të fuqisë që BE-ja do të ketë në Shqipëri dhe besoj që kjo do të jetë një rol më pozitiv sepse ndryshe nga Trump i cili në raport me Rusinë duket më pak interesuar, BE-ja është shumë e interesuar për të penguar avancimin e Rusisë në Ballkan, që do thotë nga ana tjetër dhe një lloj ekspansiviteti të Serbisë përballë nesh. Dhe në këto kushte ajo do duhet që të ruaj stabilitetin e vet, balancat, pra të ndikojë në zhvillimin e Shqipërisë për ta pasur si një aktor të rëndësishëm, aq sa është i rëndësishëm rreth vetes në politikat e saj në rajon. Tani ka nga ata kryesisht nga radhët e opozitarëve që besojnë që Rama nuk do ta përfundojë mandatin e 4, ka nga ata që thonë me kaq shumicë sa ka fituar, ka në plan ta kthej vendin në Republikë Presidenciale, ku vetë vendoset president etj. Çfarë pret ti nga ky mandat 4 vjeçar i 4 i Edi Ramës? Unë nuk pres asnjë për këtyre sepse nuk ka nevojë. Rama ka pushtet thuajse absolut. Të vetën gjëra që nuk kontrollon janë BE dhe SPAK-u. Kështu që në këto kushte unë nuk ka pushtet absolut, ndërkohë atje s'ka as opozitë përballë. Domethënë, kështu që në këto kushte nuk ka pse Rama të bëj këto kapërcime, këto akrobacira, të kalojë një pushtet tjetër, se këtu duket sikur presim që Rama do ndryshojë. Çfarë do ndryshojë kur çfarë do e bën? Vetë barriera janë jo nga opozita, jo nga sistemi, por nga jashtë, domethënë nga BE. Nga ana tjetër që Rama të rrëzohet dhe të mos ta gëzojë mandatin e 4, kjo është një ëndër vere të cilën kemi kohë që dëgjojmë në kampin e opozitës dhe artikulohet për të mbajtur me shpresa të rreme ata që sakrifikohen nëpër protesta, mitingje apo ku diun. Pse vetëm opozita e sjell këtë gjë? Si e nxjerr? Mund të ketë shumë rrethana që ta sjellë rënë Ramës, patjetër që mund të ketë. Shiko. Problemi është që opozita i ka humbur shanset kur Berisha u shpall non grata, ai jo them për te opozitës se Okej, jo, po duhet të them që PD-ja e Berishës u mundua të përcjell këtë ide tek demokratët që po na sulmon Sorosi me Ramën dhe Amerika është thjesht viktime e një lobingu që bën Sorosi etj. Në fakt, profesorët të ambasadës amerikane dhe të dërguar nga qendrat kanë ardhur dhe kanë folur në shkallën e Partisë Demokratike dhe kanë thënë që ne mezi presim të festojmë së bashku fitoren e Partisë Demokratike. Pra, shpallja non grata e Berishës nuk ka qenë për dëmtuar Partinë Demokratike, por ka qenë për ta pastruar Partinë Demokratike nga ata elementë të cilët amerikanët nuk i konsiderojnë partner, në mënyrë që të partnerizohen me Partinë Demokratike dhe aty do fillonte një mbështetje ndaj Partisë Demokratike nëse ata do të distancoheshin nga Berisha. Ata nuk zgjodhen këtë, po zgjodhen atë që Yuri Kimi tha, zgjodhen barin, zgjodhen të hanë bar. Domethënë, ky është problemi në atë parti tashmë. Dhe ne themi që nuk do Rama nuk do ta kishte gëzuar ndoshta atë mandat nëse do ishin distancuar nga Berisha. Pse? Sepse është e qartë dhe është e qartë që amerikanët nuk janë me Ramën, as faktori ndërkombëtar nuk është me Ramën. Por amerikanët nuk janë për një rotacion që risjell në pushtet një person që të cilin vetë amerikanët e kanë larguar, siç është Berisha. Kështu që patjetër që ata do të kishin mbështetur çdo lëvizje të opozitës për rrëzimin e Ramës. Aq më tepër pastaj kur Rama është kapur me presh në duar në çështjen me Gonigal. Pra është përpjekur të korruptojë Amerikën për të sulmuar opozitën brenda vendit. Mund të provojë kjo diçka në vazhdim? Kjo mund të provojë dhe mund të prodhonte. Por unë nuk besoj që amerikanët janë të tillë që do të largonin Ramën për ta lënë vendin bosh apo për të prodhuar vakum. Ata kanë zgjedhur këtë radhë gjërash. Largojmë Berishën, pastaj mbas largimit të Berishës largojmë Ramën. Demokratët nuk donin ta besonin këtë të vërtet, po besuan prallat me Sorose, me revolucione. Dhe janë këtu janë. Dhe ky është problemi mendoj. Rama nuk ikën se ka përballë Berishën. Për sa kohë nuk ka alternativë tjetër. Pra nëse do ketë me gjysmë alternative, sigurisht që të gjithë do jetë kundër Ramës. Alternativë për shembull?
Po të rinjt u dërmuan, të rinjt patën disa probleme. Një patën probleme me njëri tjetrin, dy patën probleme me egot personale, nuk u bën Po mirë, bashkë. sipas logjikës tënde më mirë se Berisha ishin ata. Sigurisht ishin më mirë Berisha dhe unë i kam mbështetur dhe se Rama bashkë, kështu që atëherë pse nuk se Rama po, domethënë atëherë duke ndjekur këtë logjik, pse nuk u votua në masë? Nuk votua sepse loja politike gjatë gjithë këtyre 4 vjeteve ka qenë një marrëveshje, një lojë e përbashkët midis Ramës dhe Berishës për të mos lejuar askënd tjetër në opozitë. Ata çfarë bën? I goditën me mediat e tyre. Media mainstream nga mëngjesi deri në darkë sulmonin partitë e reja për thënë që edhe këta janë si të vjetrat. Këta nuk kanë asnjë ndryshim, kanë të njëjtin mentalitet, kanë të njëjtën sjellje, këta kur të vinë do bëjnë si këta. Dhe kanë qenë batare të organizuara nga elitat e korruptuara që janë mbas 2 liderëve, të cilët i kanë qenë interesuar të mbajnë 2 liderë. E para, e dyta, retorika politike midis Ramës dhe Berishës ka qenë një retorikë e shtirur konfliktuale. Këta kanë prodhuar polarizim dhe polarizimi çfarë bën? Prodhon bipolaritet shoqëri. Pra këta kanë bërë se ka një luftë të egër me njëri tjetrin për jetë vdekje, dhëm për dhëm, dhe kjo çfarë bën? I ndan publikun në 2 kampe antagoniste. Ata që urren njërin palë bën me palën tjetër sepse urren atë, ata që urren këtë palë bën me palën tjetër sepse urren këtë palë. Dhe kjo e ka ndarë në dysh opinionin gjatë zgjedhjeve dhe kjo ka penguar mundësinë që të rritet një gjë pra një politret. Nga ana tjetër, ky politret u përça për të mos maksimalizuar vota, u prodhua dhe idenë që këta vetë po sulmojnë njëri tjetrin, pra këta s'janë për këtë punë dhe nuk do jenë të fortë, dhe përveç kësaj u hartua me Ramën dhe Berishën të dy bashkë, hartuan një kod elektoral i cili i sakatoi ata në zgjedhje dhe bëri që votat e tyre të shkojnë dëm. Pra të dyja palët kanë luftuar egërsisht për të penguar lindjen e një politret. Sepse përndryshe ata sot do ishin në të tjera kushte, domethënë politika shqiptare. Ka kohë që shumica e popullit shqiptar beson dhe shpreson e pret nga drejtësia. Këto kohë, sidomos pos 11 majit, ndoshta pritej më shumë nga ana e SPAK-ut në raport të hetimit të krimeve zgjedhore, për shembull, ndonjë goditje shumë u paralajmërua, po duket se ka pllakosur një heshtje. Mos është kjo heshtje një paralajmërim për një furtunë apo përfshirja e SPAK-ut në këtë zgjedhje ishte diçka pozitive, mendoj, shumë me vlerë, por sigurisht jo në nivelet që do të dëshironin ne të ishte. Dhe kjo për shumë arsye. E para njëherë, sigurisht që duhet të themi njëherë që përfshirja e SPAK-ut nuk është se nuk ka dhënë efekt. Unë besoj që pjesëmarrja e grupeve kriminale në këtë zgjedhje kanë qenë më e ulët se sa herët e tjera edhe për shkak se disa grupe kriminale janë arrestuar. Frigaruan vreshtin në këtë logjikë. Edhe disa u arrestuan, po edhe disa të tjerë patën kujdes sepse ishin në vëmendje të një prokurorie e cila nuk është si të tjerat që nuk të arreston. Pra nuk ka dhënë prova që ka çuar grupe kriminale, madje edhe politikanë të lartë në burg.